Gjatë periudhës janar-korrik 2026, porti i Durrësit ka përpunuar 2.4 milion ton mallra, duke regjistruar një rritje prej 6.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në këtë ecuri, peshën kryesore e ka rritja e transportit me kontenier, ku volumi i përgjithshëm i mallrave në njësi TEU është rritur me rreth 28%. Gjatë 7 muajve të parë të vitit, në portin e Durrësit janë përpunuar 744.782 ton mallra për eksport, ose rreth 39% më shumë krahasuar me periudhën janar-korrik 2025. Ndërkohë, për sa i përket importit, janë përpunuar 1.7 milion ton mallra, me një rënje të lehtë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Transporti me kontenier vijon të jetë segmenti me ritmin më të lartë të rritjes. Gjatë 7 muajve të parë të këtij viti, janë përpunuar 1.5 milion ton mallra në kontenier, nga të cilat importet janë rritur me 14%, ndërsa eksportet me 68%, duke dëshmuar një përdorim gjithnjë më të madh të transportit me kontenier për mallrat që dalin nga vendi. E njëjta tendencë reflektohet dhe në numrin e njësive të transportit. Në 7 mujor janë përpunuar 157.062 TEU, ose 28.849 TEU më shumë se në 7 mujorin e vitit kaluar.